apo jo? Bajagi po? Po din, po ka edhe ata që do me thonë veç për përfitime edhe i bojnë reklam do produkte jo cilësore që po ndikojnë shumë të, do me thonë, mas shumë të japet peceki, do me thonë të trit, që nuk ja vlen. Po. Ama po ndikojnë edhe të na, për shembull. Po. Çka ka ndodhur ndoshta herën e fundit që e ndiku prej dikujt, me skincare ose diçka që ke menduar që është e mirë dhe s'ka dalë fare e mirë? Unë personalisht nuk është fort që mirëna me këto, po kam familje që që ke po bëhet, që edhe unë për marrë, e ke po Ato prezentu që nuk është që nas kemi bo, për shembull, reklama, se do në vetë, po nuk është që unë e kom përfitu për aty në produkteve, nuk është që më ka njep mu, do me thonë farë shumet pareve a diçka, po thjesht mu më ka pëlqy edhe kom dasht me nda me, sidomos me femrat, mi ju tregu që është diçka që ja vlen me marë, ose me ble. Kështu që... Endrina? Jo, ka dhe që janë se vetë bojnë najherë reklama asnane, ka dhe që javlenë, se nuk... As vetë s'kom që me shku dikon që s'javlenë me rajtjertë. Apo kupton, kështu që jo krejtë... Që ata po thëmë se unë e kom vetë influencere që vinë për shemë lokal të une dhe postoj një video ose qa do qoftë, po unë e kam shumë përfitem, dhe me thonë, e kanë edhe të mirën e tynë që i rritin bizniset ose të vogla ose s'podi, po unë e kom pas edhe përfitim për tyne. Një postimi tyne të unë e ka vlejt shumë, se kanë ardhë shumë kliente për tyne. Po të unë e shihet, dhe me thonë, puna, nuk është që diçka mundet